Për këtë arsye gjithashtu maniera e pastrimit të lëngut prostatik. Lëngu prostatik do më thonë që me dhi në i tënë. Dhe janë pa pastërt. I përsi pastrohet, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me stërpikjen e vendit dhe larjen e organit intim. Do thotë që ai i cili vua nga kjo, ka thonë është e mjaftueshme për ata me marr abdes. Abdesin e prish, do të thonë nuk ka nevojë për gusl. Transmeton Sahel ibn Hanifi, i cili thotë, kam vujt dhe kam haz vështërsi dhe mundet të më dha nga me dhije. Sa që përse bashkë në gusl. Sa që bashkë në gusl dhe më mush me një të dhamë pejgamberit Allahut se u lodhë dhe të bu gusl. Tha unë kohët të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha të mjafton ti të mish abdes. Tha ja Rasulullah, e çka ti baj asaj që ka ara në petkun tim? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e merë një grusht uj e hedh, e lan dhe kjo është mjaftush. Pra e lan vendin, tamam? Dhe e lan organin intim, që ka orë hadithet qerët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur transmeton Abdullah ibn Sa'd, i cili thot e pyeta pejgamberin Allahut kur ndodhe çështja e medhi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e lan organet intime dhe merr abdes për namaz. Pra abdesit prish, ama nuk ke nevojë për gusl.